Saqip Regjepi, babai i dëshmorit Besim Regjepi dhe Shaban Regjepi, vëllai i dëshmorit tjetër Ramadan Regjepi, kanë përcjellë të mërkurën nga afër teenagjerët Florian Siçani dhe Eris Frangu, teksa kanë vendosur stikerët me kodet QR në pllakat e varreve të dëshmorëve të komunës së Ferizajt. Nëpërmjet skanimit të këtyre stikerëve me telefon, familjarëve dhe qytetarëve që bëjnë homazhe, do t'ju shfaqet menjëherë fotografia dhe biografia e shkurtër e dëshmorëve në varrezat poshtë kazermës së FSK-s Skënderbeu. Projekti nxënësve Ferizajas të shkollave të mesme ka nisur vjet, kur projektin do t'ja prezantonin anëtarëve të kryesisë së shoqatës së familjeve të dëshmorëve të UÇK-s, prej së cilës edhe janë marrë të dhënat kryesore. Këtë projekt e kena marrë si iniciativë që me pos një kujtim pak më të mirë për dëshmorët, edhe me po foto në gjyra sta, se qyshën konë ata, në cilën vend ka ra, më konë këto këtë digitalit që edhe gjeneratat e reja me mujtë një kujtu ma mirë. Na si dy programera kena po që nuk ka posur digitalizim të dëshmorëve, të informatave të dëshmorëve, sidomos një aspekt kryesor kanë qenë fotot. Gjithashtu tani që kemi në planin biografinë me shtu. Kjo neve në një farë mënyrë na ka rënë sy dhe kemi thonë që duhet me marrë iniciativë. Projektin e kanë përkrahur edhe OVL UÇK-s në Ferizaj dhe komuna e Ferizajt. Nënkryetari i shoqatës së familjeve të dëshmorëve të Ferizajt Shaban Regjepi ka thënë se ka mirëpritur menjëherë projektin e prezantuar nga shkollarët programer. Ne pranum me qef, edhe ata me vetë dëshirë e këshin nisë, pe atëherit kanë punu, i kanë marrë shënimet e nanë në shoqatë, ja kena dhonë të dhënat, dhe sot, thirin telefon, thot, do dalim të vendosim në për plaka, në për varreza, dhe me gjithë Saqipin dullëm bashkë, njërë që ne të vendosin, edhe me falenderu për punën që e kanë bo, këta 2-3, këta studenta shumë mirë me vetë iniciativë. Eris Frangu thekson se në kohën kur po jetojmë në ndikimin e madh të teknologjisë së avancuar, digitalizimi i biografisë së dëshmorëve lehtëson qasjen e qytetarëve në historinë e heronjve të lirisë. Këto informata janë shumë të rëndësishme, sidomos në kohën tonë, shoqërinë tonë. Besoj që digitalizimi ka një aspekt shumë të madh, se luan një rol shumë të madh në rritjen e aksesit që kanë sidomos gjenerata jonë përmes internetit. Përveç pamjes fizike ose përmes vizitimit fizik, ata mund tani me u qasë edhe online me shiku informata. Floriani ndërka që bën thirrje familjeve të dëshmorëve që të ofrojnë sa më shumë të dhëna që t'i pasurojnë biografitë e tyre në aplikacion. Po du me bo një kërkesë të familje të dëshmorëve që mund ajo biografi për këta dëshmorë so ma shumë që kanë. E kena në fot që emailën që mund më najë dërgu, dhënat ke komplet. Thirrjen e tyre kanë përkrahur edhe Shaban Regjepi dhe Saqip Regjepi, i birit të cilit besimi është varrosur në kosharët të kufirit, ku edhe kishte rënë dëshmor. Apeloj të familjet e dëshmorëve që të lajmërohen që në shoqat për disa zona për dëshmorin, për familje, për shkollim, për tjera në vyndje këtu. Besoj që vinë. Ata shka janë këtu vinë, ata shka se janë, ata shmojnë me morë përgjësinë e atë. Bëj ftesë gjithë familjarëve të dëshmorëve, në të mbledhin shënimet të dhënat për secilin dëshmor, për pritët e tyne, për fëmijët, gratë, në të najqelin në shoqatën tonë biografinë, mënyrë që t'i shkrujmë, t'i kyçme në këto kode që janë gjitha shënimet për secilin dëshmor. Floriani dhe Erisi thonë se janë të gatshëm që projektin për digitalizimin e biografive të dëshmorëve ta zbatojnë edhe në komunat e tjera.